Më datë 26 prill të vitit 2023, bëra publike për herë të parë skemën 5D të Bashkisë Tiranë. Ishte si të ngrije kapakun e një arkivoli institucional dhe të kuptoje jo vetëm korrupsionin, por edhe kalbëzimin shtetëror të mirë organizuar. Një linje pa dëgjuar vjedhjeje, ku drejtorët e bashkisë funksiononin si element të një grupi të strukturuar kriminal, me detyra të ndara, me firma të sinkronizuara për një qëllim të vetëm zhvatjen 100% të parave publike. Para publike të marra me tendera, me leje ndërtimi dhe me vull shteti. 29 tendera, 30 milion euro, 3 leje ndërtimi, të gjithat futura në një gojë të vetme, të hapur nga firma personale e kryetarit Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj. Me njëherë pas publikimit, depozitova kallëzimin penal pranë prokurorisë posaçme, pranë Spakut. Hetimi i prokurorisë në fakt në drejtimin e prokurorit Klodian Brau, faktoi plotësisht denoncimin dhe çoi për gjykim të gjithë zinxhirin drejtues të Bashkisë Tiranë. Për 44 javë me radhë, protestuan para bashkisë për një parim themelor dhe universal. Vjedhja e parave publike nuk mund të amnistohet dhe dëmi duhet të kthehet qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Sot, gjykata e apelit për krimin e organizuar dhe korrupsionin vendosi përfundimisht kapakun. Jo mbi krimin, jo, por mbi drejtësinë, mbi shpinën e dërmuar të qytetarëve të thjeshtë. Drejtuesit e bashkisë, përveç njërit, dolën nga salla jo si të penduar, por të larë, po si u rrëzuan edhe dënimet simbolike të shkallës së parë. As burg, as kthim parash, as edhe një përgjegjësi. Një dosje e varrosur me ceremoni nga një drejtësi që sot prodhoi një kukull fajësie, në fakt një alqiblako të dytë, që i varën të gjithë peshën e një grabitjeje kolektive. Të gjithë drejtorët e Bashkisë Tiranë, me përjashtim të Mariglen Qatos, u shpëtuan përfundimisht nga përgjegjësia penale. Një lloj si tek inceneratorët, aty ku janë zhvatur në fakt plot 200 milion euro, edhe aty fajin e mban një emër i vetëm, ndërsa sistemi u shpall i pafajshëm. Ky vendim nuk mbylli vetëm një çështje, por zyrtarizoi një doktrinë ku krimi firmoset në qetësi me një stilolaps dhe firma për shefin është Jelek Antiplumb Penal. Nga sot, çdo nën punës e di se mund të vjedh, mund të firmos, mund të zhvas, sepse mbi të ka një çati të sigurt pa ndëshkueshmërie. Bindja shpërblehet. Edhe për më naivin, vendimi i sotëm gjyqësor i dha dërmën drejtësisë së re. Sot u dërgua mesazhi më i rrezikshëm që mund të prodhojë një shtet, kapitullimi karshikrimit të veshur me kostum institucional këtë radhë. Gjyqtarët hoqën mantelin, morën çelësat e kasafortës, i dorëzuan tek dera e pushtetit dhe sot sapo u kanë thënë gjithë qytetarëve shqiptar, mos kërkoni më mbrojtje tek ne, këtu ruhet vetëm krimi, në mënyrë të veçantë, krimi organizuar dhe grupet e strukturuara kriminale.